Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Vijon përplasje në distancë mes kryetarit komunës Tetovës Bilal Kasami me anëtarët e kabinetit të kryeministrit Mickovski. Gjatë një paraqitje publike, ministri i Arsimit Vesna Janevska shfaqi pa kënaqësi nga komunikimi në gjuhën shqipe i kryetarit të Tetovës Bilal Kasami me gazetarët e medjave në gjuhën shqipe. Në këto kushte vlen shpërkeqardhje për këtë qasje të ministres Janevska ndaj gjuhës shqipe dhe në këtë rast theksohet se një qëndrim i tillë bie ndesh me frymën e respektit dhe bashkëjetesës që duhet ta mëshirojë çdo përfaqësues institucioneve shtetërore. Në një shoqëri demokratike dhe multietnike, kur dhe diplomatët e huaj që qëndrojnë në vendin ton 2-3 vite i mësojnë disa fjalë edhe në gjuhën shqipe, të jesh ministër, madje ministri i Arsimit, edhe të mos dish asnjë fjalë të gjuhës së bashkëqytetarëve shqiptar dhe të reagosh ndaj përdorimit të gjuhës shqipe, kjo është vështirë përkthyeshme në terma të bashkëjetesës, qytetarisë dhe respektimit të tjetrit në një shoqëri multigjuhësore, thuhet në reagimin e koalicionit Vlen. Gati gjysma e të rinjve në Maqedoninë e Veriut janë pesimist për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ky ndek mes shpresës dhe realitetit, interesit dhe mosbesimit, idesë europiane dhe sfidave lokale krijon bazën e euroskepticizmit të rinjt. Kërkohet një veprim i koordinuar, i partnerizuar dhe afatgjatë për të përfshirë të rinjt si krijues dhe jo thjesht si audiencë, theksohet në publikim. Sipas studimit i cili përfshiu një anketë online me mbi 1000 të rinj, rreth 46.5% e tyre nuk besojnë se vendi do të bëhet ndonjëherë antar i Bashkimit Evropian, ndërsa 35.8% mendojnë se kjo është e mundur, por në një të ardhme më të largët. Vetëm 6.7% besojnë se vendi mund të bëhet antar në 5 vite të ardhshme. Në lidhje me pengesat kryesore për integrimin, të rinj përmenden korrupsionin, mosmarrveshje dypalshe dhe 60% mungesën e besimit në institucionet shtetërore. Këshilli i ambasadorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut shpreh shqetësimin për mungesën e rezultateve konkrete në sundimin e ligjit, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, të cilat mbeten pikat më kritike në raport progresi në BE-s. Bëhet thirrje për miratimin e një kodi të ri penal të harmonizuar me legislacionin e Bashkimit Evropian, forcimin e prokurorisë publike dhe rezultate të matshme në hetime dhe gjykime për korrupsion në nivele të larta. Këshilli thekson se përparimi drejt Bashkimit Evropian kërkon reforma të qëndrueshme, administratë profesionale dhe konsensus të gjerë politik për të siguruar stabilitet institucional dhe shfrytëzim të plotë të fondeve europiane për vendin. Në fund të tetorit, rezervat valutore të vitit 2025 në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë arritur në rreth 4.8 miliard euro. Në këtë mënyrë, shënojnë një rritje me rreth 120.5 milion euro. Të dhënat janë bërë publike nga Banka Popullore. Pjesa më e madhe e rezervave valutore janë të investuara në letra me vlerë në rreth 71.1%, pasuar nga ari monetar me 15.9% dhe valuta dhe depozitat me 13%. Ish presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski gjatë një ligjërate në Institutin për Gjeopolitikë, Ekonomi dhe Siguri në Sarajevo shprehu keqardhje që sipas tij qeveria aktuale në Shkup nuk ka vullnet politik për ta çuar vendin përpara drejt Bashkimit Evropian, ndërkohë që sipas tij Shqipëria dhe Malezi pritet antarësohen në BE deri në fund të dekadës. Rajoni. Përfundoi dhe raundi i dytë i zgjedhjeve komunale në Kosovë. Qytetarët e 18 komunave votuan pasi në zgjedhjet e 12 tetorit, fituesit nuk arritën të merrnin shumicën e mjaftueshme të votave. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetvendosje kanë fituar zgjedhjet lokale në 7 komuna. LDK-ja ka fituar të dielën në Prishtinë me numrin më të madh të banorëve në Kosovë, si dhe në Pej, Viti, Dragash dhe Junik. Paraprakisht, kishte fituar dhe në Lipjan dhe Istok. Lëvizja Vetvendosje ka fituar 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 6 komuna dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi në 5 komuna. Kryetari i Lëvizjes Vetvendosje, Albin Kurti, e vlerësoi sukses raundin e dytë për zgjedhjet lokale. Sipas kryeministrit në detyrë, ky është një sukses i vetvendosjes dhe i të gjithë qytetarëve. Kësaj radhe kemi fituar në 7 komuna. Kjo është një sukses i Lëvizjes Vendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar, Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe, por përveç kësaj është e qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fushë Kosovë dhe në Obiliq. Deklaroi Albin Kurti. Kryeministri në detyrë Albin Kurti festoi me Faton Pecin fitoren për komunën e Mitrovicës së Jugut në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Bashkë me Pecin me Plisën në kokë ata kanë festuar fitoren duke falenderuar qytetarët për mbështetjen që u dhanë.
Në këto zgjedhje, kandidati vetëvendosjes Faton Peci fitoi rreth 53% të votave, ndërsa rivali i tij, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, siguroi rreth 46% të votave. Përparim Rama i LDK-s ka arritur të sigurojë 46.000 vota, ose rreth 51.54%, ndërsa kundër kandidati i tij nga Lëvizja Vetëvendosje, Hajrullah Çeku, në balotazh mori 44.126 vota, ose rreth 48.46%. Me këtë rezultat, Përparim Rama është bërë sërish fituesi i kryeqytetit për 4 vite të ardhshme. Me njëherë pas shpalljes së rezultateve, LDK-ja filloi festimet në Prishtinë. Përparim Rama kërkoi bashkëpunim me pushtetin qendror, ndërsa paralajmëroi ndryshime në kabinetin qeveritar. Kryeqyteti është zemra e gjithë Kosovës e kombit tonë, prandaj kushdo që vjen në nivel qendror duhet të jetë bashkëpunues, e unë nuk kam dyshim që edhe njëri muaj e gjys do ta kemi edhe Lumirin atë të provizën. Na i ka premtu. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku premtoi ndryshim të qeverisë me Prishtinën si tregues për fitore. Le të jetë kjo fitore një shpresë për rrugën që e kemi përpara, jo por edhe për qytete tjera, edhe për Republikën e Kosovës dhe fatin e popullit tonë. Ju kam thënë, po ju them, dritë do të ketë këtë Republikë, Prishtina foli e para, Prishtina do të flet e para. Ministri i Ndërtyrë i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelar Zveçla, duke komentuar rezultatin në Prishtinë, tha se askush nuk është fituesi dhe se humbësit janë qytetarët. Sipas tij, fitoria e Përparim Ramës nga LDK erdhi për shkak të një koalicioni pazarësh. Koalicioni LDK, PDK dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, oligark e disa kuazi media do t'i kushtojë më së shumti qytetarit. Mbetet që angazhimi ynë të minimizoj dëmin e zvogloj çmimin gjithmonë në të mirë të qytetarit dhe shoqërisë, shkruan Zveçla. Sipas ministrit, janë disa që dhe kur bëjnë shkelje luajnë viktimën. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, pretendon se zgjedhjet e fundit vendore treguan se kjo forcë politike mbetet më e votuara në vend. Në përmbyllje të fazës së dytë të procesit zgjedhor vendor, PDK deklaron se ka siguruar rreth 187.000 vota me 206 asamblisë të zgjedhur dhe 6 komuna të fituara: Ferizaj, Prizren, Skënderaj, Vushtri, Kaçanik dhe Hani Elezit. Krasniqi falenderoi kandidatët, aktivistët dhe qytetarët për mbështetjen e tyre. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përshëndet rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme vendore. Kreu i saj Ramush Haradinaj, pas përfundimit të procesit zgjedhor, deklaroi se Kosova edhe një herë dëshmoi organizim të zgjedhjeve me standarde të larta demokratike. Ai u shpreh se dita e zgjedhjeve konfirmoi fuqinë politike dhe stabilitetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke theksuar se subjekti i tij ka triumfuar në 5 komunat ku kishte qeverisur deri më sot, si do të jetë pjesë e bashkëqeverisjes në mbi 10 komuna të tjera. Sipas tij, në kuvendet komunale Aleanca do të përfaqësohet nga 98 asamblejist. OSB dhe Bashkimi Evropian vlerësuan mbarvajtjen e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Shefi i misionit OSB-s në Kosovë, ambasadori Gerard Megurk, vlerësoi punën e kryetarit të KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, për menaxhimin e suksesshëm të procesit zgjedhor të tetorit dhe nëntorit. Ai theksoi se përkushtimi dhe profesionalizmi i institucioneve zgjedhore kanë forcuar demokracinë në vend, ndërsa ushtruesi i detyrës së ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, e ka cilësuar këtë proces zgjedhor si një dëshmi të demokracisë në vend dhe ka vlerësuar përmbylljen e suksesshme të ciklit të zgjedhjeve lokale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shtesa e pensionit për moshën e 3 do të fillojë nga 1 janari 2026 në Shqipëri. Gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin e ardhshëm, Petrit Malaj deklaroi se duke filluar nga viti 2026, përmes mbështetjes buxhetore do të zbatohet një kompensim të ardhurave për të gjithë pensionistët bazuar në kategorinë e pensionit që ata përfitojnë aktualisht. Dhe më konkretisht, do të kemi rritje me 1.800 lek në muaj për pensionet urbane me vite të plota pune. Do të kemi rritje me 8.000 lek ose 800 lek në muaj për pensionet urbane të pjesshme. Do të kemi një rritje me 1.000 lek në muaj për pensionet rurale. Do të kemi një rritje me 700 lek në muaj për pensionet familjare. Do të kemi një rritje me 600 lek në muaj për pensionet e invaliditetit në punë. Sa i takon faturës për dhënien e bonusit mujor, Malaj tha se deri në vitin 2030 ajo arrin në 1.7 miliard euro. Kjo ndërhyrje synon rritjen graduale të nivelit të pensioneve me objektivin final që deri në vitin 2030 të ardhurat mesatare mujore nga pensionet të arrin 40.000 lek për pensionet urbane të plota nga 27.350 lek që janë aktualisht. 22.000 lek për pensionet urbane të pjesshme nga 16.300 lek që janë aktualisht,
18.000 lekë për pensionet mesatare rurale nga 11.400 që janë aktualisht, 18.000 lekë për pensionet mesatare familjare nga 11.300 që janë aktualisht, dhe 30.000 lekë për pensionet e invaliditetit nga 24.300 lekë që janë aktualisht. Opozita është e bindur se buxheti 2026 nuk do të përmirësojë cilësinë e arsimit, shëndetësisë dhe nuk do të japë zgjidhje problemeve ekonomike të shqiptarëve. Përmes rrjeteve sociale, deputetja e Partisë Demokratike Yrida Tabaku është e mendimit se projekt buxheti 2026 nuk ka asgjë për shqiptarët dhe tavolinat e tyre. Buxheti reflekton dy element kryesor. Ekonominë informale, po njëkohësisht dhe emigrimin e lartë. 28% mbeten të ardhurat si përqindje e produktit brendshëm bruto që sjell ky buxhet. Së dyti, pjesën më të madhe të buxhetit e marrin përsëri koncesionet. 130 milion euro është pothuajse 9 herë, 10 herë më shumë se fatura e indeksimit të pensioneve. E mos harrojmë që gjysma e këtyre koncesioneve, rreth 550 milion euro, janë në hetim. Bëhet fjalë për afera korruptive. Partia Socialiste e Shqipërisë rikonfirmon fitore për 5 kryetarë të bashkive në vend. Sipas rezultateve parapraket Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, fitues në zgjedhjet e pjesëme vendore të së dielës mbajtur në Vlorë, Tepelen, Berat, Mate, Cerik, janë kandidatët e Partisë Socialiste. Bashkia e Vlorës do drejtohet nga Brunilda Mersini. Ervi Ceca do të kryesojë Bashkinë e Beratit. Bashkia e Cerik fitues është Florenc Doka, kandidati i Partisë Socialiste. Në Bashkinë Madh fitues është Altin Bojni, kandidati i Partisë Socialiste, dhe në Bashkinë e Tepelenës fitues është Gramo Sako. Në këtë bashki për herë të parë u aplikua numërimi me inteligjencë artificiale krahas procesit të numërimit manual për anëtarëve të grupeve të numërimit. Pjesëmarrja në të 5 bashkitë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte 18.45%. Kryeministri Edi Rama uroi përfitoren e Partisë Socialiste me kryebashkiakët e rinj të Vlorës, Tepelenës, Beratit, Matit dhe Cerrikut. Krahas asaj, kryeministri falenderoi veçanërisht qytetarët për besimin. 5 bashki, 5 fitore, 5 arsye më shumë për t'i falenderuar qytetarët për besimin e tyre pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës, motit me shi të ditës së diel apo vetë natyrës së zgjedhjeve të pjesme të cilat nuk e stimulojnë pjesëmarrjen, u shpreh Edi Rama. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike fillon bojkotin e përkohshëm të punimeve në kuvend, duke mos qenë pjesë e komisioneve parlamentare. Kryetari i grupit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u ka kërkuar deputetëve demokrat. E ka theksuar disa herë që asnjë deputet nuk do të bëhet pjesë e komisioneve. Ky do të jetë një reagim i përkohshëm i grupit parlamentar nisur nga situata e krijuar në seancën e fundit derisa grupi parlamentar të ketë diskutuar dhe marrë një vendim final, thuhet në reagimin e Bardhit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.